Një letër nga varri. Një djalosh i ri kishte humbur gjyshen e tij, të cilën e kishte dashur shumë. Ajo kishte qenë një grua e devotshme që gjithmonë e këshillonte. Mos haro kur të çosh salavat profetit dhe të bësh dua për ata që janë ndarë nga kjo botë. Pas vdekjes së saj, djaloshi u ndje bosh. Nuk mund ta vizitonte më, nuk mund ta dëgjonte zërin e saj, por çdo natë i dërgonte një salavat dhe një dua, duke thënë: O Allah, jepi dritë gjyshes sime dhe mëshirë të pafundme. Paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin ton. Një natë, pas muajsh lutjesh të heshtura, ai pa në ëndër gjyshen e tij në një kopsht të bukur, të mbushur me dritë. Ajo buzëqeshi dhe i tha: Faleminderit për fenerët që më dërgon çdo natë. Janë dritat që më ndriçojnë varrin. Kur u zgjua, djaloshi qau me mall dhe falënderim. Mësimi. Një salavat, një lutje, një fatiha, asnjë prej tyre nuk humbet. Edhe pas vdekjes, Allahu i dërgon si dhuratë shpirtërore atyre që duam. Kjo është mënyra më e lartë për të qëndruar pranë atyre që janë larguar.